Publicisti nga Kosova Veton Suroj dëshmoi sot në gjykatën e Hagës në procesin kundër ish zyrtarit të lartë të Serbisë Vlastimir Đorđević, i akuzuar për krime lufte në Kosovë. Zoti Suroj në dëshminë e tij foli për rrethana dhe zhvillimet politike në Kosovë para dhe gjatë luftës së viteve 98-99. Ai vuri në pas se forcat serbe kanë ushtruar spastrim të organizuar etnik duke vrarë civil të pafajshëm shqiptar. Ish generali i policisë Vlastimir Đorđević po përballet me akuza për krime gjatë luftës në Kosovë. Fshati Krushe Vogël është një prej dëshmitarëve të krimeve. I shtrirë pas se kur udhës fshati në Kosovën perëndimore ishte skenë e vrasjeve masive të shqiptarëve nga forcat serbe, për cilat prokurorët e Hagës akuzojnë pikërisht ish shefin e përgjithshëm të policisë Vlastimir Đorđević. Vjeçari Đorđević është dyshuari i fundit që përballet me tokat e zeza në gjykatën e Hagës për krimet e luftës në Kosovë. Prokurorët thonë se shkalla e krimeve ishte tetë e madhe dhe se Đorđević mban përgjegjësi si pjesëtar i rëndësishëm i konspiracionit kriminal të udhëhequr nga ish-presidenti Jugoslav Slobodan Milošević për spastrimin e Kosovës. Rreth 10.000 shqiptarë u vranë gjatë luftës në Kosovë, e cila përfundoi 70 ditë pas sulmeve ajrore të NATO-s. Në vitin 1999 forcat serbe vranë 112 burra brenda një dite pasi i marshuan në Krushën e Vogël. Banori i këtij fshati, Lutfi Ramadani, është njëri prej 6 nga të mbijërtuarit e masakrës. Ai humbi atë ditë Oguzes djalin, vllain dhe nipin dhe do të dëshmojë kundër Đorđevićit në fillim të muajit tjetër. Neve na kanë shtinë në shtall. Aty kanë ardhur me automata, me pushkometer lez, na i kanë rafall. Unë i kom pas 4 antar, 2 djemt, vllavin me gjallë djalë aty. Ata janë met 103 aty, na jemi 6 që kena shpëtuar. Prokurorët thonë se një ditë pas fillimit të bombardimeve ajrore të NATO-s për të parandaluar sulmet e serbëve kundër popullsisë shqiptare, Krushe e Vogël dhe një fshat tjetër u sulmuan nga forcat serbe. Agron Limani nga fshati Krushe e Vogël. Këtu është vendi ku ka ndodhur njëra ndër masakrat më të mëdha në historinë më të re të Kosovës. Këtu faktikisht janë vrarë 113 persona, duke filluar prej moshës së njëm 13 vjeçar deri në moshën më të shtyr 77 vjeç. Banorët thonë se ata fshehen në pyll nga ku pan policinë serbe që e plashkiste dhe diqte shtëpitë e tyre. Ditën që pasoi, policia serbe gjeti njerëzit e fshehur në pyll dhe urdhëroi gratë dhe fëmijët që të shkonin në Shqipëri, ndërkohë që e mori burra dhe djemë dhe i futi në një shtëpi të boshatisur. Prokurorët dhe dëshmitarët e mbijetuar si Lutfi Ramadani thonë se forcat serbe hapën zjarr ndaj burrave dhe djemve. Thuhet se policia më pas i vuri zjarrin shtëpisë për të djegur trupat dhe zhdukur masakrën. Ramadani, i cili ka dëshmuar kundër ish-presidentit të ndier Jugoslav Slobodan Milošević, thotë se gjykimi që e filloi të martën ndaj ish-shefit serb të policisë nuk i jep përgjigje masakrës serbe. 112 nuk mund të barazo me një, as me 2, as me 3. Se 112 vet kanë shku 3, kanë shku thmi, 16 thmi, nër 15 vjeç që në kom. Pej 13 vjeç dhe në 15 vjeç. Nuk mujnë më barazu ata me as me 1, as me 2, as me 3 hiq. A i thosë se dëshiron që të shikoj që drejtësia të vjet jo vetëm ndaj atyre që zbatuan vrasjet, por edhe ndaj atyre që dhanë urdhrat. Të dim që policia ka qenë ajo përgjegjëse për këtë krim, së bashku me serb lokal, mirë po ashtu mendojmë që një proces i tillë ndaj një ish-ministri nuk e arsyeton për masat e krimit që faktikisht ka ndodhur në Krushën e Vogël. Çështja e Đorđević ishte parashikuar të zhvillohej së bashku me një grup prej 6 ish-zyrtarësh të lartë serb, përfshi këtu ish-ministrin serb Milan Milutinović dhe general të lartë. Por kur gjykimi filloi në korikun e vitit 2006, Đorđević ende nuk ishte kapur. Ai u arrestuan në qershorin e 2007-s, pasi prokurorët patën në pushuar çështjen ndaj Milutinovićit. Vendimi i paraqështjes pritet nga fundi i muajit që vjen.